Dhoma ishte mbushur me një dritë të zbeth dhe ngrohtë që dridhej mbi muret e zbrasta dhe dyshemen e lëmuar. Tingujt e muzikës mbushnin çdo cep, duke pulsuar si zemra e një krijese gjallë që nuk pushonte. Ajo qëndronte në mes e vetmen, duke ndjerë secilën valë tingullit të depërtonte deri në majë të gishtave. Nuk ishte thjesht dëgjim, ajo ishte pjesë e çdo note, çdo ritmi, çdo pauze të heshtur që vinte mes tingujve. Filloi me hapa të lehtë, si fllati i butë që përshkonte ajrin. Krahët e saj lëviznin lirshëm, hapeshin dhe mbylleshin në mënyrë të natyrshme, duke krijuar një gjuhë të vetën me muzikën. Çdo kthesë e trupit ishte një frazë. Çdo ngritje një notë e zgjatur. Atmosfera rreth saj ndryshonte me lëvizjen e saj, drita reflektoi ndryshe, hijet lëviznin dhe ajri vetë dukej sikur dridhej nga energjia që ajo transmetonte. Kur ritmi u rrit, ajo u rrit së bashku me të. Këmbët gjetën hapësirën e tyre, duke lëvizur me shpejtësi dhe lehtësi që dukej pothuajse magjike. Nuk kishte pengesa. Çdo kërcim ishte i sinkronizuar me valën e muzikës, çdo rrotullim dukej sikur sfidonte gravitetin. Ajo nuk thjesht ndiqte muzikën, ajo e përkthente atë në lëvizje. Trupi i saj ishte instrument dhe interpretues njëkohësisht. Ajo u kthye, pastaj u shtri, më pas u ngrit me një energji të papërmbajtshme. Secili hap ishte një hap drejt ajrit, secila kthesë një dialog i heshtur me ritmin. Tingujt e basit lëviznin në trupin e saj, duke i dhënë secilës këmbë, secilës shpatull, secilës gisht një zgjim të ri. Nuk kishte përpjekje, gjithçka vinte natyrshëm, si një rrjedh që nuk mund të ndalet. Muzika ndryshonte papritur, kalonte nga melodi të ngadalta në valë të shpejta dhe kërcimtarët e saj ndjeu secilën ndryshim me një qartësi të jashtëzakonshme. Ajo u përkul, u ngrit, rrotulloi trupin e saj në mënyra të paparashikueshme, duke krijuar një koreografi spontane që askush nuk mund ta parashikonte. Një kombinim i forcës dhe lehtësisë, i kontrollit dhe improvizimit, që e bënte çdo moment të veçantë, çdo këmbë, çdo dorë, çdo majë gishti ishte një pjesë e ritmit. Ajo ndjeu muzikën jo vetëm me veshët, por me lëkurën, me kockat, me muskujt që dridheshin nga çdo valë tingulli. Dritat ndryshonin ngjyrë dhe intensitet me ritmin, duke e bërë dhomën një skenë të gjallë ku ajo ishte protagonistja e një spektakli që vetëm ajo mund ta interpretonte. Pas disa minutash, ajo ndjeu lodhjen të vinte, por ajo nuk ndaloi. Thjesht ndryshoi ritmin e lëvizjes, duke u bërë më e qetë, më e hollë, më e përqendruar. Krahët rrëshitën ngadalë nëpër ajër, si piktura që merr formë para syve. Këmbët mbajtën harmoninë e ritmit të lehtë. Trupin e lëviznin me një përqendrim të qetë, por energjia ishte e pranishme. Muzika vazhdonte të ndryshonte, duke e sfiduar të interpretonte çdo ndryshim me kreativitet. Ajo e ndiqte me të gjitha shisat, duke e bërë trupin një instrument dhe muzikën një rrjedhë që nuk kishte fillim e fund. Ndërsa përparonte, çdo lëvizje dukej e natyrshme, por njëkohësisht magjike. Çdo rrotullim, çdo hap, çdo ngritje e bënte të ndjente se ishte pjesë e një gjëje më të madhe, një energji që i përkiste vetëm asaj dhe muzikës. Kështu ajo vazhdoi, me ndryshime të ritmit dhe intensitetit, me valë energjie që vinin e shkonin, duke e mbajtur trupin në lëvizje të vazhdueshme. Secili moment ishte unik, secili hap një eksperiencë e re. Kur tingujt u ulën në një melodi të qetë, ajo u përkul ngadalë, pastaj u ngrit, duke përfunduar me një kërcim të lehtë që dridhi ajrin rreth saj. Ajo u ndal. Zemra i rrite fort, frymëmarrja e thellë e bashkonte me muzikën e fundit që ende jepej nga altoparlantët. Dhoma ishte e qetë, por energjia e lëvizjes së saj kishte mbetur pezull në ajër. Ajo buzëqeshi për veten, duke ndjerë se kishte krijuar diçka më shumë se lëvizje, një rrëfim pa fjalë, një koreografi e energjisë, një përvojë që e lidhte trupin, muzikën dhe atmosferën në një rrjedhë të vetme.